94.4% e antarësisë së Partisë Socialiste që mori pjesë në referendum ka votuar pro normës statutore që konsideron të rinovuar automatikisht mandatin e kryetarit të partisë, kur partia është në qeveri. Sekretari organizativ Blendi Klosi informoi mbi gjithë procesin e referendumit duke e vlerësuar si leksion demokracie për gjithë forcat politike në vend. 84% e antarësisë së partisë ushtruan të drejtën e votës në një proces transparent dhe të monitoruar nga mediat dhe kushdo i interesuar për të. Kjo dëshmoi se përveç se forca më demokratike në vend, Partia Socialiste është partia më organizuar në Shqipëri. Mbi 95% e antarësisë votoi për anfirmimin e normës statutore që vendosi Kongresi. Por referendumi nuk kaloi pa debat dhe akuza në distancë mes socialistëve dhe demokratëve. Nga Selia Blu, sekretarja për marrëdhëniet me publikun Grida Duma, tha se Rama manipuloi zgjedhjet brenda partisë së vet duke e cilësuar këtë si një shenjë të keqe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kjo akuzë mori përgjigjen e menjëhershme të socialistëve. Të gjithë të inkriminuarit u bashkuan rreth një kauze për të siguruar kumbarit Rama sundimin e partisë pa zgjedhje, pa garë. Të gjitha këto shkelje, dhunime, abuzime, janë tipari një armiku të konfirmuar tashmë atij të votës së lirë, siç është Edi Rama. Partia Demokratike të mësoj nga ne si bëhen zgjedhjet dhe të heqë çdo merak për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, se si çdo proces i organizuar nga ne, do të jenë të lira, transparente dhe konform të gjithë standardeve demokratike dhe europiane. Më shumë se 81.000 antarë të Partisë Socialiste u thirrën një ditë më parë në referendum për të votuar vlefshmërinë e mandatit të kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama.